ta zonë për luftës, kemi shku 4 këngëtarë edhe 7-10 instrumente. Pse unë jam kënaqur me muzikën, unë du mërnu me muzikën. Kemi bo pa para muzikë, koha socialista të shfarë ka qenë. Edhe në muzikën në shemi 10 vjeqe për më fitu para. Bili, ja kemi pa kësherën së në kam qenë edhe në zanësat më të mirët. Me të edhe pa fakultet, të shumë me bo muzikë, a me kry fakultetën. Edhe kështu që me ta me muzikë. Kër e të njëjë me muzikë, duhet me dash muzikën edhe mu knaqë, se mrena vitit 350, ma mërmene 250-300 ditë ku bo muzikë. Tasha, duhet me dash atë muzika, duhet me bo muzikë mirë, me këngëtarë mirë, kom pas fatin, edhe kom përzgjedh këngëtarë, edhe më kanë përzgjedh. Edhe te i sërmrat e Xeni që jemi këshi, jemi rejtë bashkë. Xeni Zerneli, Smet Betyshi, Daosa, këta për foli për qef temë, së më bo dhe me Smet Pene, me Shemili, Bazanzo, me këta. Qëtë një kanë qenë, më s'kofshin kene ata matë forë se këta. Po mu, shia jeme, unalë të i Smet Betyshi, të i të Xeni. Edhe ma në Xenit, se kemi qenë shëshninja gënë me të beshe, asë kohë që në antarë, drama, valle, ku ta diune, edhe u privatizun. Atër me të orkestra Vllaznin Bozgjovi, Xeni, Zerneli, kështu tutje. Po me zonin e Xenit, me fuqinë e Xenit, me karakteristikat të zonit Xenit, unë e kumë zavëncu këtë ekipen e gënë me të beshe, do të tëtë prej folklorit të në kongë qytetare. I kumë bo me Xenin, me Zernelin. Karakteristikat Xenit ka qenë kjo. Edhe është fuqia ma madhja, për një termin fuqi, se në kulturë fuqi nuk i bje bashkështu, po e arritura ma madhja, maja, është me të gjithë të bashku, me Xenin. Tash Xeni ka ato problemet e veta, do të dojmë Xenin, do të angojmë Xenin, ashtu çfarë ka qenë edhe çfarë ka mundësi hove me zonë tash, se sa të kodo, tesa të eken të probleme, shkën të... Çka ka ndodhur me grupin? Çka ka ndodhur me grupin? Po grupi, kjo çështja e Xenit. Në thirrën na tha një vjet duna më përshu, edhe me të drejtën bukur lajmi keq për mua jo, se unë më pa thonë kush s'ki me vazhdu me Xenin, as ka pas shansë, unë nuk u mujt me marrë me madhë, se unë kur atum krejt mirë të e Xeni, se ku bo muzik 11 vjeqe me Ismeta, me këta, Xeni ka qenë rithmi, po gjithashtu ka lajt afër meje. Edhe u kemi pjek zbashku të ditën kur i boni për shemë të majtë 20 vjeqe për më këtu të amon me dole për dasma. E kësh ka në ndodhe tash, faktikisht që kjo fuqia që për thomën e nartë, tash i metër më orkestra, me disa këngëtar, une pa boti shka bukur së lo. Pra mbledhe sa të ka mundësi. E kjo mundësia të Xenit tash ka kemi bo, inshallah, bonë edhe dhe të Xena në Gjakovë, në Kosovë, në Shqiptari, këtë në regula, po, te që tu shofim. Është problem me qenje Xeni dyta? Xeni për vazhdimit, se na jemi kashri me Xenin. Do të thotë, unë jam konë aktiv me të vjetër, edhe ku ka bo rrumë, unë ku bo mërmër me fizarmrik, si thmije tutje, edhe Xeni ku pas afer. Këshilla, ka pa, ka një, ku majt afer, muzikat për shemë të azomë, shëtitje, koncertet vogla, sa ka qenë thmi, ku më kry me Xenin. Hajtë edhe ma vonë pak do fejesa, do në për shok, Xenit kra më pjek, qësh duhet më pjek këngëtare, për më kënu Shqip, duhet për vazhdimit.